Aladini dhe lampa magjike. Shumë kohë më parë, jetonte një rrobaçepës i varfër me emrin Mustafa, i cili kishte një djalë që quhej Aladin. Aladini kur nuk bënte ndonjë punë. Kjo mërziste shumë babain e tij dhe nëna luste që mos të bënte ashtu. Por me kot, një ditë Mustafai u semur dhe vdiq. Koha kalonte. Një ditë, derisa Aladini po luante, një i huaj erdhi dhe e pyeti: "Ti je djali i Mustafas?" "Po," u përgjigj Aladini. E kur e dëgjoi këtë, i huaj i tha: "Unë jam vëllai i vogël i babait tënd. Shko dhe lajmëroje nënën tënde se dua ta përshëndes." Në të vërtetë, i huaji ishte një magjistar dinak nga Afrika. Aladini shkoi dhe i tregoi nënës së tij për të huajin që kishte ardhur. Nëna e tij tha: "E kam ditur se babai yt e ka një vëlla, mirë po kam menduar se ai ka vdekur." Megjithatë, ajo përgatiti një darkë për të dhe i tha Aladinit që ta sillte në shtëpi. Magjistari erdhi në shtëpinë e Aladinit i ngarkuar me lloj-lloj dhuratash. Ai e pyeti Aladinin për profesionin e tij, ai u turpërua dhe e uli kokën. Magjistari bëri ofertë që të hapte një dyqan për Aladinin dhe gjithashtu atij i bleu rroba të reja. Mëngjesin tjetër, Aladini e shoqëroi magjistarin dhe në fund mbërritën tek dy malet e ndara me një luginë të ngushtë. "Kemi arritur në destinacionin ton," tha magjistari. Pastaj hodhi ca pluhur në tokë dhe shqiptoi disa fjalë magjike. Menjëherë, një unaz dungji u shfaq në tokë. Kur magjistari tërhoqi unazën, u shfaqën disa shkallë që të çojnë drejt një dere. "Shko poshtë," tha magjistari. "Në fund të shkallëve do të shohësh një korridor të madh të mbushur me lloj-lloj thesari. Aty do të gjesh një llampë të vjetër të ndritshme." Magjistari i dha Aladinit një unaz duke i thënë se ajo do ta ruajë nga çdo e keqe. Aladini e pranoi dhe zbriti drejt shkallëve deri tek korridori. Ai u mahnit nga çfarë pa dhe mblodhi disa xhavahir. E mori edhe llampën dhe nxitoi që të kthehej. Kur mbërriti në hyrje të vrimës, magjistari i tha: "Ma jap shpejt llampën." "Me nxirr nga ky vend e pastaj do të jap llampën," bërtiti Aladini. Magjistari u zemrua shumë dhe shqiptoi disa fjalë. Menjëherë kapaku katror i vrimës u mbyll dhe Aladini u përplas brenda në vrimë. Aladini ishte friksuar dhe i fërkonte duart me nervoz. Duke vepruar kështu, ai fërkoi unazën, në atë çast u shfaq një gjind. "Cila është dëshira juaj, usta?" pyeti gjindi. Aladini tha: "Më kthe në shtëpi," dhe për një çast ai u ndodhi jashtë shtëpisë së tij. Me të mbërritur në shtëpi, Aladini ja tregoi nënës së tij të gjitha këto që kishin ndodhur. Në shtëpi nuk kishte ushqim, kështu Aladini mendoi ta shiste llampën që të fitonte para për të blerë ushqim. Kur nëna e tij po ilustronte llampën, pa pritmas një tjetër gjind u shfaq. "Çfarë dëshironi, usta im?" pyeti gjindi. "Na sill ca ushqim," tha Aladini. Në atë çast u shfaqën disa pjata ari dhe argjendi të mbushura me ushqim të shijshëm. Aladini dhe nëna e tij filluan të jetojnë në rehati. Një ditë mbreti urdhëroi që të gjithë banorët e qytetit të qëndronin në shtëpitë e tyre, me që princesha do të kalonte nëpër treg. Megjithatë, nga kurreshtja Aladini pa vjedhurazi princeshën. Në çastin që e pa atë, Aladini ra në dashuri me princeshën. I tha nënës së tij se ai dëshironte të martohej me të. Nëna Aladinit shkoi në oborrin mbretëror që ta takonte mbretin. Pasi pa të gjitha xhavahiret të xixellues që ajo ia tregoi mbretit, mbreti u pajtua që ta martonte princeshën me Aladinin. Mirëpo, me kusht që Aladini të ndërtonte një pallat afër atij të mbretit. Aladini e bëri pallatin në lehtësisht mendimin e gjindit dhe kështu u martua me princeshën. Ndërkohë, magjistari i lig e kuptoi që Aladini ishte martuar me princeshën. Një ditë, kur Aladini nuk ishte në shtëpi, magjistari shkoi në pallatin e tij i maskuar si shitës dhe filloi të bërtiste: "Dërrojmë llampa të reja me të vjetra, dërrojmë llampa të reja me të vjetra." Princesha dëgjoi atë dhe mendoi: "Aladini ka një llampë të vjetër në qilar. Nëse ndërroj me një të re, ai sigurisht do të gëzohet." Duke menduar kështu, princesha ja dorëzoi llampën magjistarit. Në çastin që magjistari e mori llampën, ai e urdhëroi gjindin që ta zëvendësonte pallatin e Aladinit në malet e largëta të Afrikës, bashkë me princeshën. Kur erdhi Aladini kërkoi pallatin e tij, por me kot. Atëherë ai fërkoi unazën, një gjind u shfaq: "Ma kthe gruan dhe pallatin tim," i tha Aladini gjindit. "Nuk mund ta bëj atë," u përgjigj gjindi, "por mund të kthej tek vendi yt." Në pallat, princesha dhe Aladini ishin të lumtur që e pan përsëri njëri tjetrin. Princesha i tregoi atij se si e kishte mashtruar magjistari. Pastaj Aladini tha: "Mos u brengos, do të shpëtoj nga magjistari. Përzije këtë helm në pijen e tij." Princesha i tha magjistarit: "Kam vendosur të martohem me ty, prandaj të festojmë nga një pije."
Në qastin kur magjistari e piu verën, a I ra për tokë. Pastaj Aladini vrapoj në dhomë dhe mori llampën magjike nga rrobat e tij. E fërkoi atë shpejt dhe menjëherë u shfaqi gjindi, I cili I çoi në pallatin aty ku ishin më parë. Ndërkohë mbreti ishte I brengosur për Aladinin. Pastaj në një mëngjes kur shikoi prej dritares, e pa pallatin e Aladinit siç ishte më parë. Ai fërkoi sytë me mosbesim dhe vrapoi tek pallati I Aladinit. Aladini dhe princesha ja treguan gjithë ngjarjen se si kishte ndodhur. Pas kësaj, Aladini dhe gruaja e tij jetuan të lumtur për gjithmonë.